ma mëte, kum pikturu edhe në gurë, kum bu pejsazhe në gurë, Shumë interesant. edhe ka njëherë kum vizatu edhe në dru ka ndodhë. Çka të pëlqen mas shumë ti, a ja ke nis me eksperimentu me ngjyra? Se në fillim kur ja nis me laps edhe me ngjyra drunit, cilat ngjyra e ki të preferume për me bo një pikturë? Më pëlqen ngjyrat e verdha edhe ngjyrat që janë shumë qelta. Okej. Çka të pëlqen mas shumë ti, çka zgjedh ashtu me pikturu? Kafsh. Kafsh. A i don kafsh dhe kështu në jetën reale? Shumë i du. Mande edhe i pikturan. Cila kafsh është mas vështiri me pikturu me nxerr, a i ke bo krejt? Do i kum bo, po deri tash u kon kalje që atë që është. A ma shumë, po do këtë i vërtet kalje. Sa të ka marrë ku me bo që të piktur? 2 orë të mësimit, kur shkojsha atje në kurs, 2 orë më ka zgjatë. Do me thonë shkon edhe në kurs të artit, apo? E kur ke fillu me shku në kurs? Kum shku në 2 kurse njëherë, kum shku të një ma herët, që kum nejt atje, kum punu atje, 3 vjetë, pastaj kum marrë të një i ri, edhe që 1 vjetë, gati bohen 2, shkoj atje. Apo të pëlqen? Shumë. Qky i rio? Shumë. Qka po mësani atë? Për shembo atje mësohëm me punu me llojet ndryshe materiale. Për shembo laps të ngjillit, ngjyra akrilik. A po të pëlqenjë që të ngjyrat e akrilit, më tërhekin shumë, po ndoko që do të me ditë me punu me to? Po, është letë, veç do të mësu teknikën që shme përzin ngjyrat më duk vizatime ma i hapt. A të ndodhë për shembull me përzin ngjyra për me dash me nxerr një ngjyrë ideale, që se ki është ta në palet? Po, për shembull në palet zakonisht nuk janë ngjyrat si, për shembull që janë si të verdha, si të kafta, si zakonisht nuk janë, kështu që adem përdoren shumë ngjyra me bo qatë ngjyrë. A inspirohesh dikon kur shet diçka, ashtu që të vjen një ide, që thu qëto po du me vizatu, me pikturu? Po, zakonisht të m'jepin një ide, për shembull shoqet ose familja, për që me vizatu. Edhe marr inspirim edhe për YouTube-ës, për shembull, edhe qashtë. Përveç pikturës, a din me pikturu në gjithë shka? Për shembull edhe fytyrën, edhe gjithë shka, se njerës që kanë talent me dorë piktur, din me bo gjithë shka. Edhe për shembull edhe për Halloween, ti po besoj që din me mea pikturu dikujt fytyrën? Për shembull, ma mëte, kum pikturu edhe në gurë, kum bu pejsazhe në gurë. Shumë interesant. Edhe ka njëherë kum vizatu edhe në dru ka ndodhë. Zakonisht vizatoj, për shembull, maroj me kuti, karton, maroj zakonisht mobiljet vogla, edhe i ngjyrosish ato. E rikrijon, për shembull, e bën një mobilje? Po. Shumë interesant. A mendoj që kjo ka me kon profesioni jëtë të ardhmën tonde?